Nuk ja dolët dot në vendin tuaj dhe prandaj vendoset që të shkoni dhe të emigroni në një vend tjetër. Sa herë keni dëgjuar këtë fjali? Se unë personalisht me mira herë dhe jam shumë e sigurt që këto fjalë vijnë nga njerëz të cilët nuk e kanë kapërcyer ndonjëherë kufirin e Shqipërisë. Domethënë ju mendoni që një njeri e ka më kollaj që të largohet nga vendi i tij ku i dëgjuan atij vendit, i di çdo ligj, nuk ka guxim njerëj që të përdorë racizëm ndaj tyre. Ka krijuar rutinën e tij, ka kaluar pjesën më të madhe të jetës, të vinë në një vend ku ka vetëm një valixhe me rroba me vete dhe duhet të fillojë çdo gjë tjetër nga fillimi. Duke nisur që nga gjuha një herë që patjetër çdo gjuhë e huaj ka vështirësitë e veta dhe ti duhet ta thuash një herë në trurin tënd shqip këtu që të mundesh ta transmetosh te tjetri në gjuhën që duhet folur. Dhe ky emigranti sapo zbret në aeroport, në rastin më të mirë mund të ketë afërm që e presin, po në rastin më të keq ti nuk e di as nga të shkosh, nuk di të përdorësh transportin publik, lek me vete me shumë mundësi nuk e shumë ose nuk e dhe fare. Pastaj të duhet që të gjesh një shtëpi që do të japësh 3 muaj para dhënies dhe do ta gjesh komplet bosh, do jesh vetëm ti dhe ajo valixha jote me rroba. Sa mos të flasin për zyrat e huaja dhe dokumentave të shumta që ty të duhet ta lësh përpara shumë muajve një takim dhe me shumë mundësi kur të shkosh në atë takim mund të përballesh edhe me racizmin. Dhe jo, nuk po kërkojmë fare mëshirën tuaj, por të paktën mos paragjykoni një emigrant që nuk ja dini fare jetën.